është i prerë, Gjazo. Rruga duhet hapur patjetër, por ndryshe mund të rrezikohet aksioni i batalionit. Ka pozicion rufiane, prandaj lufton mirë. Shoku komandant, do ta bëj unë që të pushoj. Bën vetëm, o Gjazo. Prit. Aha, shoku komandant. Po ju mbush mundja Gjazos, s'ka burr nëne ta kthejmë mbrapa. Skënder, lajmëro shokët që qëllojnë drejt derës bunkerit. Më kuptove? Ika, shoku komandant. Nuk po e shoh gjikundi. Mos u mërzit, shoku komandant. Gjazo di se ç'bën. Nemci ai drejt. Trim zotrote. Sveltë vesh. Çendurën. Gjazo! Gjallë! Gjallë, sër komandant. Të lumt, Gjazo. Të lumt. Ja punuam. Mirë qafirit. Urdhroni. Faleminderit. Faleminderit. Lutem. Kartë vizitën tuaj ja dhash padronit që në mëngjes. Faleminderit. Keni ardhur në kohë. Më pëlqen të jemi përpikt në çështje tregtie. Aq më tepër me njerëz që nuk kam nderin të njoh. Mirupafshim. Mirupafshim. Më falni një minutë. Mund të hyni. Faleminderit. Ju lutem. Urdhëroni, zoti Kell. Urdhëroni. Faleminderit. Lutem.
Djali juaj? Po, është student. Bukur, bukur. Besoj se jeni bërë tepër kurioz të mësoni për këtë vizitë. Prandaj unë po hy drejtën temë. Kështu është më mirë apo jo? Po mirë, si më doni. Dëshiroj të zhvilloj me ju një bisedë që hyn në sferën e funksioneve të shërbimit sekret. Ju thënë të drejtën, këto çështje nuk kanë tërhequr ndonjëherë vëmendjen time. Mundet? Mundet. Ju zoti Vasili jeni shqiptar për nga origjinë, kështu? Po si, ashtu është. A keni njerëz tuaj aty? Të afërt desha të them. Shti si t'ju them. Kam kaq shumë kohë që jam larguar, sa që... S'keni patur kur letër këmbime? Kam patur. Shumë vite më parë, me një kushëririn tim nga nëna. Po, lufta, kushti që tjetër në ndërpreu. A mund të ndërmerrni një udhëtim në Shqipëri për llogaritë të shërbimit tonë? Më vjen sinqerisht keq sot i keq, po s'mund të pranoj. Këto ndërmarrje tani më janë tepër të rrezikshme për moshën time. Detyra do të jetë tepër e lehtë. Pavarësisht nga kjo. Vetëm mos harroni një gjë. Ju keni detyrime ndaj shtetit. Unë i kam përmbushur vazhdimisht detyrat e mia ndaj shtetit. Mund ju lutem për diçka? Po ju dëgjoj. Kjo bisedë të mbetet midis nesh. Këtë ju a premtoj. Mbajnë atë kartë vizitën time. Kur të keni nevojë do të jem në dispozicionin tuaj. Aty keni edhe numrin e telefonit. Mirupafshim. Mirupafshim. Si dalët? Ai nuk është dakord. Po ju sikur e kishi studiuar dhe ishit I sigurt në suksesin. Unë kështu mendova. Keq. Shumë keq kell. Përpara se të ndërmerrni një punë, duhet të përgatiteni mirë. Unë studiova gjithçka që kishte të bënte me atë njeri. Jo gjithçka. Keni lënë diçka mangut. Këto janë dokumentat e fundit për këtë Vasilin hund përpjet. Si ura në dorë. Nga një kolegu im I vjetër, I cili ka punuar kohë më parë me të. Këtë voglush na ka dërguar me një shënim për Xhaxhan zonja Margo, studiuese jone apasionuar mbas folklorit shqiptar. Xhaxhai ju kujdes për këtë djalosh, e rriti, dhe në vitet e luftës ka qenë në dispozicion të misioneve tona. Ka ndihmuar zbulimin ton që ndër emigrantës shqiptarë që ktheheshin në Shqipëri gjatë luftës, të futeshin edhe njerëzit tanë. Po atëherë pse refuzoi? Logjika më thjesht kërkon që ai të pranonte menjëherë. Mos u ngut kell. Mbas luftës,
ky njeriu martua dhe mbeti trashëgimtari i atij hoteli që ka edhe sot. Në këtë periudhë na ka ndihmuar në drejtim të migracionit ekonomik shqiptar. Kuptohet, këtë ka bërë me shumë zgjuarsi. Këto 20 vjet e fundit, nuk di për çfarë arsye, nuk është aktivizuar. Këto janë tëra për to. Interesant. Pa më thoni, që dinit ju për të kur vajtë të propozonit? Të ne t'ju them të drejtën, shumë pak në krahasim me këto që mësova tani nga ju. Dikte që ai është njëri i pa kompromentuar me shqiptarët e këtushëm. I ka ardhur tepër i ri nga Shqipëria dhe që është shumë i dhënë pas të birit dhe pas interesit të tij ekonomik. Edhe diçka tjetër. Ai është paguar vazhdimisht nga fondi i shërbimit ton sekret. Me këtë njeri nuk duhet zgjatur. I ke lëna fat? Jo. Thash të bisedoj edhe një herë me ju. Bukur. Po ç'ke menduar të bësh? Në ta sulmoj në 2 pika delikate. Mbi djalin dhe parat. Vetëm se nga të gjitha këto të dhëna, është i çuditshëm fakti që ai refuzoi. Mos u çuditni. Ndoshta ai nuk do të rrezikojë pasurinë dhe rehatin e tij. Pastaj mos harroni edhe moshën. Sidoqoftë, ju bëni sikur s'dini gjë dhe zbatoni planin tuaj. Le ta bëjmë të kthehet vetë në familje voglushim plan prishës të zonjës son Margo. Zotni, a mund ta marr korrespondencën? Lërëm të qetë. S'duhet më tërzoj njëri. Unë tjetër, zoti Vasil. Që për emën e çuditshme. Kjo qënja jote besnike të shmëngulli dhëmbët. Marë po qësh kështu gjanëm. Mos më lënë takohet me mikun tim më të mirë. Si e? Mirë. Nuk je mirë. Se po t'ishe mirë do më ftoj e t'ulesha. Do më prishi tamam si patriotin. Po, ullu. Aha, pra. Shke kështu, Vasilin. Të pash me mëngë përveshur sikur po bëhesh e gati për boks. E po, Nuk e gje për të pirë. Aha. Po e humë traditën tënde të vyrë. Lere se e marrë vetë. E po, gëzuar o miku im. E kishim fjallin të krau i përveshur. asgjë, ashtu kotë në kruaj pak. Kje diçka ti. Nuk jenë formë të njoftë mirën të. Po njeri u ka dhe have. Shtua kështu më zoti Vasil. Halle ti ke gjitha të mirat. Shtëpinë, parat, familjen, apo nuk ke një djalë. Gjevahir. Isha mbrëmete, të tha? Jo, nuk e takova. Dim deri në 2 natës, ku të takoje? Apo s'ka një shok? Tomin e një? Nuk më ka folur për te. Djali shkëllqyrë. I shkathu ca skaput vejba. Më ke thënë se më parë ke hyrë shumë herë në Shqipëri.
Është vërtet? Po, nuk të kam gënjur. Dhe nuk ke patur frikë. Po si do të them, edhe e lehtë nuk ishte. Po njeriu i kalon të gjitha. Pse më pyet? Jo, ashtu kot të pyeta. Ti nuk më pyet e kot. Ke diçka ti? Mua më ke mik për kokë. Jamër, asja. E po gëzuar atë. Po si kur të thonë të shkosh për sri, shkon ti? Unë shkoje nuk më dhim se të fare lëkura ime. Se mua vetëm lëkura më kam betur. Të tjerat mi morën ata, komunistët. Je trim ti, Zano, jo lafe. Trim, zoti Vasil po mbeta rrugve. Ja ti ke të gjitha. Po unë ç'kam? Një hiç. Bridh gjithë ditën në rrugve pa një grosh në xhep. Të kam zili, Vasil vllaj. Të kam zili. Por mund mos i kesh gjitha. Prandaj mbaj mirë me autoritetet. Mbaj mirë. Kush e di se ç'ndodh? Të shkëlqyra ke këtu iskën. Unë po iki. Po të kesh nevojë për mua, mos më kurse për asgjë. Miru pafshi. Si e kishe patriotin tënd? E orientova bisedën ashtu siç më porositet ju. Të tha gjë për vizitën time? Jo, nuk më tha asgjë. Vetëm se ishte shumë i shqetësuar. Më pyeti 2 herë për Shqipërinë. Ashtu? Bukur. Tani më trego me imtësi gjithë bisedën tënde që zhvillove me këtë zotin Vasil. Si urdhon majori. Po ju a them një nga një. Keni qenë në universitet këto ditë? Natyrisht. Përende unë nisë drejtet e kjo. E si vjen punë të ditë? Sipas urdhrave tua. Zanua më tha se Vasili është i shqetësuar. Po, kjo del dhe nga biseda që zhvilloi me të. E kishte pyetur disa herë për Shqipërinë. Ashtu, Ç'ke menduar të bësh? Them të fillojmë. Përse s'bën një bisedë telefonike me të? Kujtoj shkarazit të kaluar dhe jepi të kuptoj që ti e njeh mirë atë. Ndoshta nuk do të jetë nevoja të kalojmë në masa të tjera. Mendim shumë i drejtë, zoti general. Këtë mund ta bëj që tani. Zoti Vasil? Dërimet e mia. Jam Kelly. Po. A ju mora thjesht për një bisedë të zakontë. Mirë. Po ju, u menduat ndo pak rreth propozimit tim? Po kjo nuk ju ka hije, miku im. Dikur nuk keni qenë kaq i plogët. Si? T'ju le të qetë? Natyrisht. Ju mora për mirësjellje dhe ju akujtova pa ndonjë qëllim të keq ndihmën shumë të çmuar që na keni dhënë dikur. Mirupafshim i dashur. Mirupafshim.
Ai nuk është dakord. Atëre e filloni. Bisedën tjetër do ta zhvilloj me mua. Bën pak freskët. Quhet Jani, ose si që thot Tomi Zhani. Po, e pash në kabinetin e teatrit. Ballë shkenstarin. Fati ti është saktuar për të peshkuar vetëm teatrin. Me këtë djalosh mund të bëhen mrekullira, apo jo, Gjon? Si urdhon, shef? Janë shok të ngushtë. Zhani i beson Tomit për çdo gjë. Si ka punuar Tomi? Shkëlqyshëm, është agent kalibri. E kam krijuar vetë me dorën time. Pa vetë lavdërime, Gjon. Është shpejt akoma. Të shohim një herë se si do të përfundojë kjo punë e nisur. A mund të fillojmë? Fillojmë. A je i sigurt që s'ka për të ndodhur gjë? S'ke frikë asgjë s'ka për të ndodhur.
Gjoni pas ka pasur të drejtë. Tomi është një agent me të vërtet me perspektivë. Mbajeni afër. Në këto kohë të turbullta kemi nevojë për të në universitet. Për gëzimet e mia, Kell. Faleminderit. Nesër do të shkojmë për të gjuajtur. Mos harro të lajmërosh edhe Gjonin. Sigur. Gjoni pas ka pasur të drejtë. Tomi është një agent me të vërtet me perspektivë. Mbajeni afër. Në këto kohë të turbullta kemi nevojë për të në universitet. Për gëzimet e mia, Kell. Faleminderit. Nesër do të shkojmë për të gjuajtur. Mos harro të lajmërosh edhe Gjonin. Sigur. Prapti? Të qo gruan tënde, Vasil. Të qo mua. Shko dhe paguaj. Nuk doroj tot pa djalin. Paguaj, thot. Pa ta nuk duan parat e mia. A mund të ndërmerrni një udhëtim në Shqipëri për llogaritë shërbimit tonë? Por mund mos i kesh të gjitha. Prandaj mbaj mirë me autoritetet. Mbaj mirë. Kush e di se ç'ndodh. Kjo bisedë të mbetet midis nesh. Kartë vizitën time mbajen. Kur të keni nevojë, do të jem në dispozicionin tuaj. Aty keni edhe numrin e telefonit. Më falni, urën i zotërin.
Përse jeni munduar? Më kanë arrestuar djalin. Djalin? Atë që pash në zyrën tuaj mos gabon. Po, pikërisht atë. Si është e mundur? Përse? Për kontraband droge, bashkë me shokun e tij. Ashtu? Më vjen keq, po keni bërë gabim që ardhët tek unë. Kjo çështje nuk është në kompetencën time. Dikur kemi lënë përgjysëm një bisedë. Po, më duket sikur atë e përfundova. Nuk ka në një mënyrë. Kam frikë se jo. Kurse unë do të dëshironja ta preknim edhe një herë atë çështje. Vetëm se tashmë kushtet kanë ndryshuar. Jam dakord. Megjithatë më duket se nuk që e nevojshme një gjë e tillë. Aq më tepër për moshën time. Ne dim të kaluarën tuaj dhe i çmojmë shërbimet tuaj. Ju faleminderit. Por këto i përkasin të kaluarës. Mendova se ishit bërë komunist në këta 20 vjetë, zoti Vasil. Kjo nuk ka për të ndodhur kur. Por ju ndoshta nuk e dini. Këtu kam shenjën e një plan. E kam kujtim nga një bashk patriot që s'desh të vihej në shërbimin tonë. Dhe kthehej në Shqipëri e bashkohej me partizanë. Mire, dindej që ju ishit shqiptar? Për të gjithë unë isha kapteri gjon i ndërlidhjes. Në fillim duhet në nënshkruan edhe këtë deklaratë. Është rregull. Me parti jep një fund me djalin. Tregtari po tregtar mbetet. Më falë një minutë. Shumë mirë, Kell. Më duket se nuk është nevoja që ai të vite kjo generali im. Në çdo gjë shkojnë sipas parashikimit tuaj. Lavdi Zotit, mendja na punon akoma mirë. E njoh psikologjinë e njeriut siç njoh të gjithë llojet e uiskit. Ky djalë plank prishës u kthye përsëri në gjirin e familjes. Djalin liroje. Sigurisht. Ja caktoi detyrën? Vetëm se mbajeni vazhdimisht në vëzhgim. Le t'i zbatojmë rregullat. Nga ato s'vjen asgjë e keqe. Mund të shkoni. Djali ju pret për jashtë, zoti Vasil. Nënshkruani. Guxova ta përgatis pa dijenin tuaj. Bukur. Tani, detyra juaj e para është që t'i shkruani letër Sokratit, kushëririt tuaj. Unë nuk i di adresën. Për atë jemi kujdesur ne. Ja, parafërsisht dhe teksti i letrës. Urdhëro. Kur të merrni përgjigje, do t'i shkruajmë përsëri dhe do t'i dërgojmë suvenirin. Është e domosdoshme të rivendosni në fillim marrëdhënie psikologjike para se të udhtoni për në Shqipëri. Kjo si fillim. Në të ardhmen do të keni detyra të tjera.
E kur do të nisim? Kur të vi kohë. Detyrën do ta keni të lehtë. Unë nuk jam aq naiv, zoti Kell. Si tregtari mirë që jam, me gjithë se I pjeshtoj me dy të gjithë ato që dëgjoj për Shqipërinë, prapë se prapë me duken shumë. Mos u friksoni. Djalli nuk është ai që keq sa që tregojmë. Ju I keni të gjitha mundësitë. Pastaj për ju ky është thjesht një operacion financiar si gjithë tjerët. Mirë e kuptova? Si jeni shoqërori? O, të një tjeta se ka, si jeni, si shkoni mirë? Ç'kemi? Hiç mirë. Shiko, jam zemëruar pak në atë djalin tuaj, në atë mësuesi. Pse? Përsëri ishte dhe nën si me bie. Dhe kur e pyeta, di si më tha? Është tepër grenare, tha, s'mundi dhe 10. Bukur logjike. Do t'ja shkul veshën. Jo, ma. Aman, Tiranë jemi nuk shihem. Ti e bërë si muhaxhir. Shti pësh, puna. Ore, nga ti që kemi? Asgjë. Një qetësi e çuditshme. Si është e mundur të dorojmë për një kohë kaq gjatë? Bota mendojmë për perspektivën së grot. Kam qef të kthej kusurin. Ja. Ditën e mirë. Hajde mirë pafshim, ditën e mirë. Gimi, jepi një qikë më shpejt, Hoxha, se merë dhe ora stërvitjes. Nuk doa të shkoj me vones. Mbaroj. Më shkoj primera. Ka ardhur një letër nga jashtë. Vasil. Si so bëj gjallë ka që vetë kë njeri. Qenë ka e pasur, do të shkruaj ti Xhaxhaj të mos silli ca gjëra që mos I ketë njeri në bulevardin e Tiranës. Më të lumtë, kurse në shkollë mëson për repërsinë e sistemit tonë, ndihet kapitalist. Ç'na ngatron kod dhe ti? Ai është I pasur dhe si kushton gjë. Pastaj ç'keti, unë si ngatroj nocionet politike. E shoh. Vetëm teorikisht ama. Nese, unë do t'i shkruaj. Ti bët ç'të duash. Nuk e kuptoj qëndrimin tënd shpres. Agimi ka shumë të drejtë. Ti Agim gjithmonë ke të drejtë. Çe kujton ti? Baba, s'ma ke folur ndonjëherë për të kushërimin tonë. Po ç'të them? Ka ikur nga Shqipëria që fëmijë. Kur punon të gjiteti hyrin zemë një zonjë të huaj dhe ajo I dha para dhe një rekomandim për Xhaxhan e saj. Në fillim na shkruante. Pastaj ardhi lufta dhe sënime. Këtu si ka mbetur njëri tjetër veç nesh. Ndërsa tani ka familjen e tij. As që mund të njihet. Si dhe qofta mbeta ditë të nëmëroj. Se nuk thua që kam mësuar të vërtet njerëzit. Urdhëro shoqe pas këtë liste, ka ditë. Faleminderit Daçka. Ka që zotë me pasi për ta kuptuar së ndodhë me të me pagë. Ndimo pak? Hala, se në bani në basketbolist. Ditë e mirë. Pastaj do t'i kthejmë përgjigje. Dakord.
Unë e mbarë, shok, unë e mbarë. Si se ardhët. Ika, hau qullat ata po. Ashtu është. Nga hetimi ka ndalë plot prova që rrëzojnë versionin se Qazim Belulin e kanë vrarë. Shtu mendon ti? Po. Biles edhe pirua me Aliun. Dëgjoni, djema. Unë do të arsyetoja ndryshe. Gjë këto ditë që po punoj këte e kam vrarë mendjen. Mbi gjbaza e ngritëm këtë version. Edhe unë kisha një bindje të brendshme dhe... Ne nuk e kemë? Faktet janë të tilla që... Po cilat fakte? Përgjigja e letrës së Bexhetit se Qazimi është me një oficer të huaj. Konfirmimi kësaj të dhënë nga Iriad dhe Suar Ilia që e ka parë vetë Qazimin. Po? Edhe së fundi vetë letre që Qazimi ka dërguar së shoqës. Këto janë mjaft apo jo? Janë shumë. Pse, more djalë? Pse nuk e përmban vetë? Më shpëtove jetën. Në lanë gjithë natën pa duan Gjafiret. Numri shumë fakteve dhe pa mundësia jonë për t'i verifikuar. Ja se çfarë nuk më pëlqen mua shokët e morë. Bileat o harmonizohen shumë mirë me njëra tjetrën. Po. Po si kur t'jetë një loje, kur disur me zjuarësi nga zbulimi huaj. Nuk e besoj të veprojnë me kaq saktësi? Mua më duket e çuditshme. Ju keni të drejtë. Ne e kemi një mundësi për të verifikuar një nga provat që na serviret nga jashtë. Edhe ju duhet ta shfrytëzoni. Cilën? Faleminderit në vërtet. A ju ndodhën ndor shkrimet Qazimit? Po. A mundohet mësim? Po si? Shikojeni. Faleminderit.
13 shtator 1943. Sot komandanti pas përleshjes më dha mitralozin që u kapa fashistëve. Tani jam mitraljeri i kompanisë. Dhjetor 1944. Vasfiu po bëhet operacion. Po i presin kraun që i ka zënë krimbë. Ilaçe për ta vënë në gjumë nuk ka. A i këndoj deri sa humbi ndjenjat. Ne e dëgjonim me sytë e mbushur me lotë, e duke shtrënguar dhëmbët. Ndjenim dhimbje si kur të bëhe operacion e gjithë kompania. Po i merë? Do t'ua kthej përsëri. Mos ka kontrolluar njëri tjetër përpara meje në këtë valigje? Po. Nga e dini ju? Jo, pata një përshtypje. Para 2 muajsh ishte këtu Dalit Mulligjiu dhe më tha se donte disa libra që ja kishte dhënë dikur Qazimit. E lash që të kontrollonte. I gjeti? Po. Doni që ta pyes? Jo, nuk është nevojë. Pa, mund të shpjegosh këtë ekspertim? Ti ke arriti një konkluzion? Po. Mirë, bësh aq tani. Skënder. Po. Mirë. Faleminderit. Letra me emrin e Qazim Belulit e ardhur nga jashtë nuk është shkruar prej tij, por është imituar nga specialistë të fushën e ekzaminimit grafik. Ky është edhe konkluzioni i laboratorit qendror të kriminalistikës. Siç e shikoni, ky konkluzion përputhet me versionin tonë. Atëherë ne kemi qenë në rrugë të drejtë. Nuk e përse shqetësohesh, Gzim. Kjo është luftë dhe lufta ka ligjet e saj. Çfarë mendimesh ka? Ju e dini që Dalit Mulligjiu ka kontrolluar në valigjen e Qazim Belulit. Përse ta bënte këtë? Ai ka dalë natën në 2 raste nga shtëpia. Është fiksuar në pikën sekrete të ndalidhjes, me siguri që është ndëlisje rezerve i grupit. Pas saliut, ai kryente detyrën e tij. Dalipi me një tjetër kanë qenë të fundit në takimin me Selmanin. Me siguri ata kanë marrë pjesë në helmimin e tij. Po. Begje Dalushi i shkruan letër fetaut dhe futat frazë dhe mallkuar për Qazim Belulin. Ja pra shoh që hallkat e këtij zinxhiri po lidhen shumë mirë me njëra tjetrën. Po ju më folet për Dalipin, po me Begjetin ç'bëhet? Atë që kemi. Si shpejt u ktheve sot? Kam dhimbje koka. Desha të shtrihen. Nëse po merresh ashtu. Me ca llogarira. Pse s'thua shifër po llogari? Tamam punë spionazhi. Çfarë do të thuash me këtë? Thash atë që mendoj.
Qa kujton ti? Mos më pande për budalla? E kam kuptuar. Ti më ke folur aq shumë sa unë nuk mund të mos e merrja me mend se merresh me të tilla punë. Atëre pse e zgjat në tepër? Mos më ndërpre. E kam për detyrë të të këshilloj. Do marrësh veten në qafë. Rrezikun e kam ndjerë gjithmonë nga afër, por kam ditur ta shmang. Po deri kur kështu? Se çdo fillim e ka një fund. More çfarë të nxit. Unë njoha njerin që ishte këtë rrugë. E kishte filluar që 30 vjeç. E arrestuan kur ishte 60. E çfarë fitoi ai? Plumbin. Edhe ti mos më shit dokra, dhe mos më ici i shenjtë. Që do më thuhesh me këtë? Mos haro se bashkë kemi bërë disa biseda për gjëra me zarar. Këtë s'ke si e mon. Veç kësaj po të kujtoj se më ke dhe një 50.000 lek borç. Nga pandeli se i marrë këtë lekun, Brother, përse nuk përgjigjesh? Një farë mënyre edhe ti ke të drejtë. Jam futur në valle. Atëre mos e zgjat me, po i që vallen si mbas davullës time. Po. Më vjen shumë mirë që po lidhe me i shokë si ti. Këtë e gjë e prisnja. Prandaj nuk e mbylla derën dhe la shifrën tash i vanje. Kishe i bindur që kështu do ndodhte. Nuk më merrte mendja se marrëdhëniet tona do të merrin në udhë të tilla. Do të kemi kohë të bisedojmë me shtruar. Tani më duhet përgatiten për të shkuar në Tiranë. Për çfarë? Për nuk po të them asgjë. Kur do të kthehem do të bisedojmë me shtruar. Gjë këtë. Detyra jote tani për tani është heshtja. Qartë?